Këto ishin disa nga momente një përmbledhje nga protesta e opozitës, po nis me ju, zoti Hoxha, lideri i Partisë Demokratike tha që opozita është në kilometrin e fundit. Sa zgjat ky kilometër? Unë mendoj që... Se kemi 13 vjet që i masim kilometrat edhe... U vranë 36.500 qytetarë në Iran se kërkonin transformimin e regjimit. Dhe bën betej duke lënë dhe jetën rrugëve të Iranit për të përmbysur një regjim. Nuk është kollaj përmbysën regjimet, por më besoni që kur thot kryetari i Partisë Demokratike është kilometri i fundit, di diçka. Ajo çfarë ai di, siç e dim dhe ne këtu në studio dhe qytetarët po e shikojnë dita ditës, është që Rama nuk ka asnjë shpresë për qenë në vazhdimsi kryeministri i Shqipërisë. Ka kapur vërtet fundin dhe çfarë do lloj makjazhit përdor, nuk e shplan dot veten nga mëkatet që ja ka krijuar ai vetes tij. E besoni që është në kilometrin e fundit? Unë e besoj vërtet që është kilometrin e fundit. Ajo çfarë do duhet bërë është që ne të krijojmë një front sa më gjerë opozitar me gjitha partitë politike, me shoqërinë civile. Ju kanë refuzuar? Në mënyrë ata që të pranojnë. Ju kanë refuzuar, Shqipëria bëhet mundësia. Të luftosh regjimin nuk e bën gjithkush. Ka njerëz që konformohen, ka njerëz që shihen. Prandaj s'ka shoqëri civile Shqipëria. Nuk ka shoqëri civile. Detyrohet opozita të bëjë dhe shoqërinë civile, nuk është sepse në regjim sot ka pasur një punëdhënie që duhet përshëndetur për mendimin. Janë disa qytetarë, por nuk përfaqësojnë shoqëri që ka bërë një propozim interesant. Nuk mund të vinë vetëm partitë e vogla tek ju, zoti Hoxha. Duhet të shkoni edhe ju te partitë e vogla. Për shembull, e rëndësishme është të niset si zoti Hoxha. Nuk mund të shkojnë, mund të vinë vetëm partitë e vogla ke ju. Duhet të shkoni edhe ju te partitë e vogla. Kjo që thua. Lëvizja Bashk ka një protestë të vazhdueshme për rritjen e çmimit të biletës urbanit në Kamës. Duket minimaliste, por për ata qytetarë është shumë e rëndësishme. Nuk kanë parë zyrtarë të Partisë Demokratike që shkojnë atje të thonë po, jemi me juve, apo këshilltarë. Nuk po flasim për halle të qytetarëve të Kamës, të banorëve të Mirditës apo të Sarandës e me radhë. Në këtë kontekst, them që opozita duhet ta bëjë rolin e saj, po e bën rolin e saj me protestë. Po e bën me protesta. Kjo është arma më e madhe që një parti ka. Protesta, çfarë pret bëj tjetër një parti politike? Qartë. Në këtë fazë duhet ta mbështesim opozitën, të mos japim pamje toksike qytetarëve, sepse ta thash fillim bisedës, ka një sponsorizim madhor që të helmojmë qytetarët, shikoni kjo opozita, shisi bërtet deputeti policit, shisi u bë kjo. Halli i vërtet i shqiptarëve është kthimi i Republikës Shqipërisë në normalitet ligjor dhe kushtetues. Zoti Libeaj, ishit në protest? Kjo ishte pyetja më provokuese. Sa nuk di çfarë përgjigje. Dgjoj. Ta bëjmë serioze apo? Padyshim, zoti Libeaj. E para nuk ishte protest. Ishte një miting i një partie politike, e cila tregoi një gjë të rëndësishme, që është forcë e madhe financiare. E kuptove. E dyta, si mund bëhet një miting partjak për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, nona i gjitha të zezave, që ashtu është vërtet, kur 2 ditë më parë ke votuar bashkë me të 110 vota, çuditërisht aq vota sa që ishin votat për amnistim penale këtu e më parë, aq vota sa që ishin edhe për reformën zgjedhore të 2024-s, për ta bërë, për t'i dhënë një spalet Edi Ramës, për të qenë me emër dhe mbiemër, përfaqësues i Shqipërisë te bordi i paqes. Pra shifni domethënë se sa jo e besueshme është kjo parti politike që ka një 3 vjet që ju premton të vetëve që me protestën e radhës Rama do bjerë. Sipas këtyre, në datën sa jemi sot 25-26, ka rënë Rama. S'është kryeministër më Rama. Ka 3 vjet që Sali Berisha. Jemi në kilometrin e fundit të shpërndimit. Ky është para kilometrit të fundit. Ka rënë Rama, prej Sali Berishës ka rënë Qen Korrik 2022-shin, ka rënë me revolucionin paqësor, ka rënë me mosbindjen civile, nuk është më kryeministër për zgjedhjet 11 majit e me radhë. Çfarë pash? Pash një gjë. Ka një impakt protesta. Jo impakt publik. Jo impaktet ndërkombëtare, se në fakt
protestat mëdha që bëhen brenda vendit, nuk e rrëzojnë ndonjëherë qeverinë. Po ma ne të rëndisin... As në 98, 1 minutë, nuk e të rëndisin hiç, me 83 mandate, 9 prej cilave e ka dhënë Sali Berisha, me vot, 2024-ën. Jo, ka një efekt, teorikisht, që ndërkombëtarët, ata të cilët janë forcë më e madhe se sa dhe 83 mandatshi i Ramës, të ndjejnë që ka diçka që nuk shkon në Shqipëri, dhe të bëjnë presion pozitiv, të shtojnë presionin ndoshta tek drejtësia që ta çaj 83 mandatshin jo të merituar të Edi Ramës dhe të gjithë skemën e vetë korruptive dhe lidhje me krimin organizuar që ka. Ky do të ishte synimi i asaj proteste. Në fakt, asnjërin Nuk e arriti, thoni ju. Arriti vetëm një gjë, të pranoj. Tregoj që po, në Partinë Demokratike, rreziku i fundit, si unë e shoh, nga jashtë, ishte që një lëvizje që po ndodh aty brenda, një figurë është zoti Saljani, që është më, mbase s'ka merit më shumë se tjerët, po, nga që është mediatikisht më i shpalosur, filloi që ta trondis. Parë kjo nga agresiviteti i Sali Berishës dhe të tjerët. Dhe zakonisht sa herë që ka probleme me autoritetin brenda PD-s, bëhet nga një protest. Ju thash, nuk i mungon, është fuqi financiare e madhe, mund ta bëj edhe atë lloj mbështjellje. Ju do i jepni një notë kaluese opozitës me këtë protestë? Jo, kundër. Do ngelnit? Jo, sigurisht. E di pse? Sepse nga synimet, cilat janë synimet? Synimet ishte pikërisht kjo për të treguar që autoriteti vetëm në atë është një individ. Këtë e dim. Po që të ketë Kur e dim pse bëjnë protestat, me qenë se e di. Që të ketë Apo jo? që të ketë Se s'ka sens. frikë në një farë mënyre dhe nga bjerrjet që mund t'ja bëj Ka moment edhe për një lëvizje si ajo e zotit Saljani, kësaj nuk e vlen Andrea Qeran. Megjithatë, ajo që unë ta mbyll, se kaq është komenti im për atë lloj proteste. Po ju është vlerësuar fare, zoti Andrea, Jo, më unë përpiqem të jem objektiv. Tash unë jam përfaqësues i Partisë Demokratike, këtu do t'i them dy fjalë. Do të them vetëm një gjë tani do me që ishim 2-2 do të them këtë gjë. Do të them këtë gjë. Që është asgjë më shumë, asgjë më pak atë që ka thënë Petro. Ti shërbesh Edi Ramës. Po. Shërbim në Edi Ramës. Po. Ti shërbesh Edi Ramës jo vetëm me vot, a ka mundësi ta them deri në fund dhe të kesh shkon fikse ndaj situatave, se sa komente të tilla nuk ka. Sheshi plot me qytetarë cilët tentojnë. Jo, nuk dua ta bëj për debat se mos ndi. Pra s'kemi debat, më lër të them ato që se ne bërë gjithë si ai tani, s'leni hapësirë. Unë do them ato që kam mendoj. Thuaj mua. Ti po gjete kohë dhe mundësi edhe ti jesh më bindës tuaje. Patjetër. Ajo çfarë shoh unë shoh këtë gjë. Sot ajo lëvizje që Sali Berisha bën me vetët aty, me atë mënyrë, nuk bën gjë tjetër, vetë se i tregon shqiptarëve, në fakt edhe Partisë Socialiste, hiq Petron, që kujdes se po vjen Gogoli. Pra dhe një situatë ku brenda Partisë Socialiste ka penetruar virusi i zhbërjes për shkak të tensioneve të brendshme, po të duash ti edhe për çështjen Balluku, ku ka një pjesë aty që duan si Petro, por që nuk e thon, që të hiqet një orë më parë, dalja e lëvizjes, siç u bë dje par dje, i bën dhe ata që të bën pritjer. Qartë. Tu tashmë po vjen ky tjetri. Dhe e fundit që ta mbyll, dhe nuk flas më. Çfarë kërkohet sot nga publiku shqiptar? Publiku shqiptar sot nuk kërkon thjesht dhe vetëm ikjen e Edi Ramës. Kërkon ikjen e modelit. Dhe modeli i Edi Ramës nuk përfaqësohet vetëm nga Edi Rama. Po edhe nga zoti Berisha, thoni ju. E pra, kjo është arsyeja se pse edhe protestat ngelen gjithmonë më të vogla. Se ka edhe një koment Lisandri si përfaqësues i Partisë Demokratike. Po dëgjoj dhe më vinin ndërmend argumentet. Zotin Ali Beaj, sepse zoti Ali Beaj më vinin ndërmend argumentet e Skënder Gjinushit në 98-ën që thoshte po vjen Gogoli, po vjen Berisha, të njëjtat argumenta. Nuk merren me këtë pjesë. Njerëzit e dinë kush është shumica opozitare, opozita, kush është partia që sfidon Ramën,
çfarë reagimi ka Rama nga protestat dhe Atëherë si mund bashkohen fraksionet me ju kur ju i konsideroni si fjalimet e Skënder Gjinushit? Ato që janë fraksione opozitare që s'bien dakord me Partinë Demokratike e gjejnë gjuhën me Partinë Demokratike. Ato që dalin si fraksione opozitare, por nuk janë fraksione opozitare. Po çfarë janë? Por bën ato që thonë ne jemi media e lirë dhe tërë ditën merren me defaktorizimin e opozitës, ne jemi parti opozitare, por gjithë ditën i shikon kundër interesit të opozitës, jo të PD-s, po të opozitës në tërësi, vjen keq, po çështjet e tyre, mendimet e tyre, të vazhdojnë përpara se mira kanë. Sheshi ishte plot njerëz. Revolta qytetare është çdo ditë dhe në rritje se njerëzit do shfryndikore se kanë hall. Nuk kanë çfarë deret i bien, opozitën kanë. Opozita mund mos jetë perfekte, mund të ketë 1001 gabime, por ajo është i vetmi mekanizëm përmes cilit ne mund të trembim qeverinë. Nëse s'pranojmë Ta trembë për ta rrezoni tani, se për ta trembur e tremb drejtësia. Shikoj e përgjigjen. Agresimi i policëve deri tek Felix Bilani, fotografi, që e kanë sulmuar me ujë duke e parë në sy, që nuk ishte një protestues duke shtyre, duke rrahur policë, arrestimi i fëmijës 10 vjeç, arrestimi i njerëzve kot në rrugë, sa për gjallur terror, përdorimi i tepruar i gazit lotësjellës edhe të skaduar që ndalohet nga konventa, vjen keq po tregon që janë çartur ta qeverisë. E ndjejnë që nuk e shtypin dot më revoltën popullore me mekanizma kështu, që janë ca që shiko fajna u Kasaliu, u Akablet Koka, Alisandër Hoxha, nuk ka rëndësi. Me ca media që bëjnë shisa njerëz u mblodhen dhe fillojnë bëjnë numërisin digital. Këto janë situata të cilat ne do të bëhemi shumë serioz, është fati i vendit tonë, o zotëri. Nuk kanë kohë njerëzit për gallat. Njerëzit duan një qeveri të përgjegjshme në krye. Ky që është sot kryeministër duhet largohet një orë më përpara, t'i hapi rrugën një qeverie që bëhet partnere drejtësisë në zbulimin e këtyre parave që na defundojnë. Kjo mund të jetë qeveria Berisha, thoni ju? Jo. Nuk e thash të gjë. Një qeveri besimi kombëtar mund mos jetë fare partijake, mund të jetë partijake, kjo është dakordsinë e palëve bashkë me partnerën ndërkombëtar, por të zhdukin paratë e korrupsionit nga zgjedhjet. Nuk ka rrugë tjetër ky vend për të ecur përpara. Këtu duhet pajtohemi gjithë. Ja ta pyesim zotin Koçi. Gjithë duhet pajtohemi për. Një moment. Zoti Koçi, u tronditet nga protesta opozitës? Jo, unë nuk e di tani në perceptimin. Ju keni patur një reagim? Zotit Berisha, 1 kilometër është 1000 metra, apo është 100.000 metra? Çfarë do llogarish nuk ju dalin ju, zoti Koçi? Po sepse Ju kishit qenë shumë kritik ndaj protestës dhe kishit bërë edhe një reagim madje për këtë. Shiko, e di çfarë më dhëm mua më shumë, se protest apo po themi reagim më kampion se sa i 14 shtatorit, nuk besoj se do ketë më në Shqipëri. Ka qenë 21 janari me hujnë policëve, më besoj. Ja, si 14 shtatori nuk ka, me tankse. Është situatë tjetër, gjithsesi. Tani, ajo që më shqetëson më shumë është kjo që edhe, po themi, opinionist, apo dashamirës të opozitës, që janë haptazi kundër qeverisë, përgjithsisht merakun më të madh e kanë tek fakti që nëse opozita do bëjë ndonjë akt të fortë, a do mundet ta sulmoj kësaj radhe ashtu siç duhet kryeministrinë apo parlamentin, dhe nuk e kanë merakun se si mund të jetë më e shëndetshme kjo opozitë, me një imazh tjetër, jo me një simbol në krye që nënkupton dhe domethënia kryesore ka kthimin mbrapa, por ecjen përpara. Sepse unë mendoj që me një opozitë të dobët si kjo, me një opozitë që është në derexhene e një imazhi skandaloz, nuk mund të eci përpara Shqipëria sepse nuk e konkuron në nivelin dhe standardet e duhura majorancën. Se çfarë standardesh nuk e konkuron dot për shkak? Po sepse duhet jetë më e besueshme. Pra janë një lloj thoni ju. Në drejtim njerëz të cilët janë me perspektivë që nënkuptojnë që Shqipëria nesër me këta do të jetë ndryshe, dhe jo siç ka qenë apo ta zëm thjesht siç është. Pra ka nevojë, mendoj unë, për një operacion, për një pastrim opozita dhe për një ndryshim thelbësor. Nga nis ky pastrim me Sali Berisha nga kreu i saj. Nga zoti Berisha. Dhe këtë unë po them një gjë që është kundër interesit të Partisë Socialiste. Se normalisht do thoshe, Saliu po na tremb, edhe të mirët ne për sa kohë do të jetë Sali Berisha në krye. Sa kohë është Sali Berisha në krye,
gjithmonë është ajo logjika që njerëzit do orientohen tek Zoti Koçi, mendoni se ka arsye për të protestuar? Sigurisht që ka. Unë prandaj thash i parë që ti kur ngrën nga këto fabulat që nuk qëndrojnë, pra kur ti thua Shqipëria, Venezuelë, Rama është si Maduro, që keni për ta parë dhe nesër që ky Rama do ta psoj, nuk do vej dot atje, nuk do të vej këtu. Të bien edhe ato qëndrime që janë në thelb, janë më parimore dhe janë më të drejta. Siç mund të jetë ky presioni për heqjen e imunitetit të një ministri apo të një tjetri, apo edhe mbështetja për drejtësinë. Këta nuk është se e kanë parimore dhe e kanë. Atëherë këtu bashkoheni me zotin Ali Beaj. Këtë e kam thënë prej kohësh. Pra, ti duhet të jesh i njëjtë në mbështetjen ndaj SPAK-ut, edhe kur ndjek penalisht një ministër, por edhe kur ndjek Sali Berishën. Pra ti thua, ky është i përndjekur politik, kurse ky ministri e meriton të ndiqet, ky duhet vej në burg. Kjo nuk shkon. Pra ti o je me drejtësinë e re, o nuk je. Nuk ka dy qëndrim. Standardin që mbajti me Arben Ahmetaj. Atë standard kishte mbajtur dhe me zonjën Ballu. Po, ju fton edhe zoti Koçi që të mbani standardin që mbani për ministra, ta mbani edhe për liderin e partisë. Duhet të ketë një qartësi, opinioni publik, opozita në tërësi janë aleate të drejtësisë dhe kjo gjë aleate pa diskutim. Por drejtësia duhet jetë e sinqert. Pa diskutim, çdo opozit është aleate e drejtësisë. Se shteti ka aparat publik. Zoti Ali Beaj se mendon kështu. Ajo që duhet bëj në këtë rast jam dakord me atë që thotë. Jo, kjo opozitë është aleate mendoni me këtë rast. Jo, duhet të jetë. Duhet të jetë, okay. Jam plotësisht dakord me atë. Çdo lloj opozite në gjithë vendet demokratike, ashtu duhet të jetë. Ka aleancën kryesore drejtësinë se ky mekanizmi për të çuar në burg politikanë. Sot a është aleate? Të korruptuar. Është, si nuk është. Është si nuk është. Problemi është me integritetin e një përfaqësuesit caktuar. Partisë Demokratike? Jo, të drejtësisë. Se kur të del një gjyqtar 3-4 mbiemra, etj, me ato probleme që ka, që duhet ishte në burg dhe e keq përdorin, më fal, po kjo është skandal. Është e bën pis dhe drejtësinë e re dhe investimin ndërkombëtar. Prandaj them, ne kemi nevojë për një drejtësi tërësisht shputur nga politika. Është i fusit gjithë në burg, të majt djathtë qendrës nuk ka rëndësi, por të jetë drejt, të ketë një proces ligjor të drejtë. Mos të lërë vënd për komente politike, se politika këtë detyrë ka, të komentoj gjithë shka. Po kështu thonë gjithë pandërë. Tani o zoti Hoxha, vetëm t'i sjellim prokurorët nga Koço Glozheni dhe t'i bëjmë nga materniteti, t'i bëjmë prokuror, se i del diçka. Të akuzë në fakte dhe prova. Ne kemi kundërshtare Edi Ramën, kur nuk do pranoja një proces jo drejt ndaj zotërisë, edhe pse është kundërshtar politik, se ka të bëjë me standardin ligjor. Standardi ligjor është shumë i rëndësishëm. Nëse dikush persekutohet për shkak qëndrimeve të caktuara, kemi të bëjmë me një regjim pastaj. Nëse dikush ndiqet penalisht, sepse ka shkelur ligjin, ka vjedhur, ka abuzuar me detyrën, kur ka qenë pushtet, kjo është një tjetër çështje. Por në thelb, opozitat janë aleate të drejtësisë dhe që nuk diskutohet. Zoti Kuka? Nga të fillim nga protesta, nga drejtësia. Çfarë la pas kjo protestë për ju? Shiko, për mua protesta, suksesin e parë, e pati që në momentin që zoti Rama reagoi për këtë protestën, do thonë pse protesta për këtë bëhet, po. Reagimi i zotit Rama për protestë ka qenë shumë i ashpër, me një gjuhë shumë vulgare po ta doni, dhe çfarë bën? Zoti Rama ka një strategji me qira fjala. Kur bën një reagim dhe e di që po themi përgjithsisht opinioni publik mund ta përshëndesë ose mund ta mbështesë në shumicë e hedh në Facebook. Ndërsa kur bën reagime që e di fare mirë që reagimi i opinionit publik në tërësi do të jetë negativ, çfarë bën? E hedh në Twitter dhe aty i bllokon komentet. Dhe bllokimi për protestën ka ardhur në Twitter. Dhe nuk po e lexoj sepse besoj mediat e kanë raportuar si qëndrim. Pyetja është pse u shqetësuar dhe mendoj që kjo do të ishte një pyetje në emisor, pse u shqetësuar zoti Rama nga protesta një opozite të lodhur, siç quhen ai, të një plaku të çmendur, dalmëndsh etj dhe çfarë kishte përmendur. Po për ju pse u mendoni se sepse u mendoj që ndryshe nga ajo që thotë zoti Ali Beaj, u mendoj që mediat ndërkombëtare nuk folën për një protestë ku partia e Sali Berishës protestonte për i treguar Vin Salianit se sa i fortë është ai. Por mediat ndërkombëtare raportuan për një protestë e cila ishte kundër një qeverie dhe korrupsionit të saj galopant, për cilin edhe zoti Koçi për rastin në fjalë bie dakord që duhet hetuar si tillë. Ne nuk po bëjmë, nuk po shpallim fajtor. Se qëllimi ishte që të kapte vëmendje nga media ndërkombëtare. Sepse një nga qëllimet është edhe ndërkombëtarizimi. Çfarë ndodh? Në mediat ndërkombëtare raportojnë protesta në dy vende së fundmi. E di ku? Ku? Një në Iran dhe tjetri në Shqipëri. Pra, protestat e Teheranit dhe protestat e Tiranës.
Pra, në mediat ndërkombëtare edhe fiks kur zoti Rama gatoi gjithë ato që ne diskutuam pak më herët, këtë temenave e madhe ndërkombëtare që vite edhe vende tjera zoti Koka. Në Greqi dalin për herë, dalin për gjëra më bazike. Këto 2 javë të fundit ku ka protesta? Okej, po mendojmë atëherë vetëm këto 2 javë të fundit po e centralizojmë vetëm në këtë. Edhe një herë, cilet më gjej Serbi, Bullgari. Po çfarë? Kur? Ka pas protesta? Kur? Ka pasur protesta këto 2 javë në Bullgari para sa ditë thash në 2 javët e fundit, ka qenë të fuqishme. Thash në 2 javët e fundit protesta kundër regjimeve ose kundër qeverive përkatëse, nuk po i futem në termave, ka pasur, po them edhe një herë, në Tiranë dhe në Teheran. Në Teheran u vranë 36.000 njerëz siç e morën vesh. Si 21 janar dhe në Teheran. Po, dakord. I grina. Dakord. Dhe në Tiranë u protestua para 2 ditësh. Pra, në aspektin e narrativës ndërkombëtare, ku zoti Rama nuk figuron fare me qira fjalë, edhe pse u ftua, siç na tha ai, vetëm nga Trumpi personalisht, dhe pastaj Trumpi tha, ti do firmosesh, po nuk do vish se do bëhesh majordomi i vajzës time, nuk ka rëndësi kjo, edhe pse shkoi sot dhe bëri, si më thon, gjeniun e diplomacisë ndërkombëtare në Knesset dhe në takime me Bibi Netanyahu, sërish gjitha këto nuk dalin, ajo që del nga Shqipëria sot është në mediat italiane 1 që në Shqipëri protestohet kundër regjimit të Tiranës dhe 2 në mediat ndoshta edhe të aty që 2 kate poshtë ambasadës izraelite këtu kultivohej krimi i manipulimit dhe i vjedhjes së qytetarëve europian nga njerëz të cilët po të kishte drejtësi efektive dhe këto operacionet mos të dekonspiroheshin, ne do merrnim vesh që njerëzit që janë aty janë lidhur me familjarët e zotit Rama. Po kjo është një çështje tjetër. Kështu që u mendoj që protesta në këtë pikë mund të quhet e suksesshme, që në momentin që ky zotëria reagon dhe qartet, sepse i ka rënë narrativa dhe pse mund? Çfarë ju step ta thoni plotësisht ishte e suksesshme? Pse jo, ishte e suksesshme? Për mua ishte e suksesshme thash sepse ka prodhuar reagime dhe për mua është e suksesshme sa herë shoh njerëz të mazhorancës që mundohen të merren me njerëzit që protestojnë. Pra vetëm në regjime u bëhet gjyqi protestave, se në vendet europiane emisionet televizive ulen dhe mund të debatohet, si më thënë, për kërkesat që ka opozita dhe për qëndrimet që mund të kenë mbështetësit e mazhorancës, por nuk preket protesta. Mediat nuk angazhohen të telendisin gjasme me drone se sa njerëz shkuan ke proteste, sikur dhe një njerit kishte protesta ka vlerë. Pra, në regjime ndodh kjo, sepse u morë vesh fare mirë se si funksionon mikrimi i mediave. Shuhet protestë vetëm kur proteston Partia Demokratike, se zoti Lapa i ka aty festoi vitin e ri. Patjetër. Sa herë ka dhënë hapësirë protestës zoti Lapa? Pafund. Ke bërë shumë mirë pra. Te po them, por ka edhe media të tjera që i bëjnë gjyqin, sepse se si trajtohen mediat në Shqipëri neve na tregojnë përgjimet e ish kolegës së zotit Petro, e cila i thoshte Ergys atij, çfarë ishte ai, ish drejtori i ARSH-s, që gjithë tjerët i kanë akaparuar mediat. Një media të lashë kishte lënë Karlon atij, edhe nuk e kishte mbyllë edhe Karlo gam pastaj. Me gjithë respektin për botuesin fjalë, që s'është më botues, por është një biznesmen i fjalës. Kjo është zgjedhja e tij. Tani, sa i takon drejtësisë, përmendën pak drejtësinë, se prita pak. Unë këtu kam qenë me zotin Alibeje para një muaji kur thash një gjë që shumë e rëndësishme duhet diskutuar, sepse këtu ka filluar diferenca dhe ndryshimi i gjuhës. 3 ditë më vonë u quajt përsëri skap. Jo. Vale, mund të bëj një gjë? Mund të them një gjë? Se mua më bëri, unë e mbaj dashnim aty dhe thash kjo më a mund të them një gjë? U tha Ali Berisha, pas ka ndryshuar mendjen. 3 ditë më vonë skap. A mund të them një gjë? Troplini, Irena me 7 vjetra. Altin Troplini. Unë e kuptoj. Dakord, qëllimin e mirë se e kupton se që është problem atë që tha edhe para. Unë po them tjetër gjë, po mbaroj. Duhet të jetë drejtësia duhet të jetë se s'bën aleate opozitës, po sigurisht opozita, kur i vjen letra, qitapi, kjo borri vetë, nuk bën si që bën majoranca, që e mbron ballukun, po i dorëzohet drejtësisë. Ky është ndryshimi esencial. Do të them unë diferencën kush është? Pastaj mbushet ai sheshi, jo vetëm me njerëz të partisë, mbushet nga një majoranca deri tani s'ka mbrojtur. Do të them unë, do të shohim nëse, dakor, për qenë korrekt, do shohim provë. Deri tani janë fjalë, do retorik. Mund ta mbaroj narrativën çapo thash. Nëse ishte ky diskutimi para një muaji. Dhe jam prapë ke ai. Pse po them këtë gjë? Para një muaji zoti Berisha ju kundërpërgjigj një ftesë të zotit Rama, i cili tha ka ardhur kur kam takuar ministrin e drejtësisë franceze dhe kam diskutuar për rishikimin e drejtësisë dhe kodit penal, po që në thelb besoj biem dakord, qëllimi është rishikimi i reformës në drejtësi. Normal. Berisha
doli vetëm një orë më mbrapa dhe i tha nuk ka konsensus, nuk do ulemi kurrë me zotin Rama për të ndryshuar reformën e drejtësisë, sepse këto ndryshime, tha zoti Berisha, zoti Rama i bën citoj për të ndenjurat e veta dhe që në atë moment çka ka ndodhur? Ndodhi që narrativa e Partisë Demokratike dhe zotit Berisha po doni ka ndryshuar nga skapi, më falni, spaku, ishte në konferencë për shtyp sepse ishte një korrigjim dhe çfarë? Nisi që kur tha që kreu i ri i spakut, zoti Braho, është zgjedhur në mënyrë kushtetuese. Tha, pra zgjedhur me shumicë, tha zoti Berisha. Besoj që kjo është narrativ. Pyetja është raportet e zotit Berisha me Altin Dumani nuk e di, por nuk di për shembull që Altin Dumani të jetë prokurori në një çështje që është zoti Berisha atë. Zoti Berisha e ka kritikuar dhe sulmuar po doni Altin Dumanin për mënyrën se si e ka ai administruar dhe për shkak të korrupsionit që ka patur. Dhe ka bërë një debat betejë për cilën një sekond, ka bërë betejë për cilën një sekond. Një gjë. Idem. Ta mbaroj, lutem, se ka një kohë fillim fund. Dhe ka pasur edhe një problem tjetër me kë. Dhe me një gjyqtare për cilën fillimisht e denoncoi për konflikt interesi dhe konflikt interesit ishte aty dhe më pas e akuzoi për fshehje të dënimeve në vendet fqinje dhe të dyja gjërat janë konfirmuar me zë dhe me figurë. Dhe këto denoncime ai nuk e ndryshon ndërkohë që ka ndryshuar për mendimin qëndrimi dhe për mua ka ndryshuar qëndrimi për spakun. Dhe çfarë ka ndodhur që në momentin që zoti Berisha dhe opozita ka ndryshuar qëndrimin për spakun, e kundërta ka ndodhur nga ana tjetër. Është zoti Rama tani që flet me një gjuhë tjetër për spakun dhe është zoti Rama i cila qartazi ne shohim qartë, është bërë mur për një kërkesë legjitime të spakut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministit të Shqipërisë. Dhe unë e kam thënë gjithmonë, unë jam i shqetësuar kur opozita është kundër organeve drejtësisë dhe qeveria është pro saj. Sot që opozita është aty ku duhet të jetë normalisht, në krahun e drejtësisë dhe qeveria kritike me drejtësinë, mendoj që kjo është një situatë më së normale. Dhe betejë është e gjitha për të parë. Jam dakord për faktin që opozita, për shkak se është opozitë, çfarë do lloj opozite, e sidomos në një situatë si kjo, duhet gjej aleat, sa më shumë aleat, aleat në terren me njerëz, aleat të ndërkombëtarët, në një vend të vogël si ky, ka gjithmonë nevojë për forcën e ndërkombëtarëve, që është një forcë më e madhe se sa pushteti i madh i pushtetit, e sigurisht do duhet gjej dhe aleat të drejtësia. Një gjë nuk arrit ta kuptoj. Si mund të thuash që jam pro drejtësisë, ku ndërkohë Altin Troplinin nga Mgjezi, dhe siç e the, ai nuk dihet që ka ndonjë çështje personale të Berishës. Jo, Sali Berisha ka gjetur atë si individ për të delegitimuar të gjithë institucionin. Sot në Shqipëri dhe për të trembur gjithë. Sot s'është më. Dhe ai vazhdon. Jo, sot s'është më kreu i spakut. Dhe vazhdon akoma. Është cili është raporti i zotit Berisha me kreun e ri të spakut? Pritet ta them. Mund ma thuash të? Ta them edhe të. Po thuaj. A ta them në një fund? Po patjetër. Okej. Pra jemi dakord deri këtu. Sulmoi Altin Dumanin, duke quajtur Altin Troplini, për të delegitimuar jo atë si individ. Institucione. Jam shumë dakord. Dhe kjo është luftë. Jam shumë dakord. Ballore prit deri moment që u zgjodh bravo. Dhe kuptoj dëshirën e mirë, jam plotësisht me dëshirën e mirë që ti duhet të kesh. Po. Thuaj cila është e pavarësisht. E dyta, unë ta kam thënë Altin Troplini, unë ta thash që Altin Troplini nuk është fare në dosje. E mora vesh dhe e dija unë para se të më thoshe ti, po bravo dhe ti për guximin që del mbi si gazetar. Këtë guximin, jo me mua. Po pra po. Po me ty dhe me këto tjetër për atë punë. Jo, po pra, guximin për të ca gjëra jashtë urdhrit të atij që është në krye. E dyta, sulmi i madh ndaj Irena me 7.000 emra. U bë me 7, 3, 5, 7. Edhe kjo është thjesht për të delegitimuar institucionin. Nuk është shkaku gjyqtarja Irena e vendimeve ndaj Sali Berishës. Se vendimet e saj janë lënë fuqi nga apeli. Po ju zoti Alibej, nuk bën përshtypje që zonja gjyqtare ka një sër çështje. Do të them edhe një gjë tjetër. Është e njëjta. Do ta them. Besoni që me sa gjyqtar merr vendimet. Do ta them. Me sa gjyqtar merr vendimet. 7 gjyqtarë janë shkallë e parë. Prit. Në gjë kohë me sa vendime merr. Një minutë më ta shpjegoj. Po duash pranoj. Ja ta dëgjojmë zotin Alibej. Sa gjyqtarën ku merr një vendim. Dgjoj. A janë gjë tre? Je shumë larg për të më marrë në test për çështjen. Unë po shpjegoj një gjë që ta kuptosh. Jo, po ne po flasim. Ta shpjegoj, po ta shpjegoj. Sa gjyqtar merr? 7 gjyqtar janë në gjitha gjykatat. Janë një gjyqtar po 3. Për këtë arsye, rregulli
në këto gjykata me numër të vogël, në mënyrë që gjyqtarët që gjykojnë çështjet paraprake të mos konsumohen se do duhen gjykuar dhe në themel, ka ndodhur një rregull i pranuar nga të gjithë. Një pjesë e tyre e vogël gjykojnë çështjet paraprake, masa, arresti e me radhë. Gjyqtarët e tjerë marrin pjesë pasaj në çështjet e themelit. Tani çështjet hidhen me short. Jo dini këtë? Dakord? E dim këtë zoti Alibej. Okej. Pyesim si është e mundur Pyetja- shorti bie në këtë formë se Po, pse ku e diti që shumë çështje të tjera të mos gjykohen nga i njëjti gjyqtar që janë këti nga PS-ja, do të thoti që, fal, Petro? Po të them një emër, po të them një Erion Çela? jo, zoti Alibej. Dakord? Numrat e vegjël nuk thon asgjë. Tani diskutimi nuk është ky, diskutimi është tjetër. Pra, se po diskutonim një gjë të madhe, e rëndësishme, që do thot pozicioni i Sali Berishës është të delegjitimoj institucionin. Nuk e ka çështjen thjesht me një apo be dy emra. Të njëjtën gjë bën edhe pjesa PS-s. E ke vënë re këto ditët e fundit se çka bëri Erion Veliaj. Godet Olsi Dadon. Me të njëjtën metodë si edhe Partia Demokratike. Dua të them, unë do isha shumë dakord që opozita të ishte aleate, ta kishte aleate drejtësinë, po me një kusht ama. Që t'jesh aleate dhe që të sjell ty në qeverisje, jo si individ, po mbështetësit e tu, do duhet që edhe në rastin ekstrem, fat keq, kur e drejtësi troket në borrin tënd, ti do të duhet të mbash një qëndrim totalisht ndryshe nga që mban pushteti, i dorëzohesh drejtësisë. Ndaj, konkluzioni që Bledi tha, nuk është i drejtë. Jo, nuk janë aleat të drejtësisë. E luftojnë drejtësinë, si Rama, edhe Berisha. Berisha me mjetet e veta, aq ka, fjalën. Rama akoma më shumë. Ka numrat, ka komisionet, ka mazhorancën e madhe, dhe ajo që tha Bledi mund t'jetë gjysmë e vërtet, sepse, jo një muaj para, po në shtator, atëherë ku Edi Rama doli në 11 shtator, 14 shtator, çën si ka, gjën e parë që tha në fjalimin e tij të parë, s'kishte të bënte as me qeverin, as me programin, as me përbërjen e kabinetit, fare zero. Do ndryshojmë kushtetutën. Ti mendon se Edi Ramës ju hap barku për të ndryshuar numrin e deputetëve nga 140 në 100, Sigurisht jo. jo pra, Tallin e reformës do drejtësi. thjesht vetëm reformën drejtësi. Dhe ajo që ishte më e çuditshme, Ishte Berisha që pranoi. përgjigja atij që do edhe ne jemi gati, Po. që do të thot Për parlamentin. halli është i përbashkët. Dakord, shumë dakord. Pyetja është, Kaq është. unë e pranoj këtë. Tani ti më citoj një gjë të shtatorit, unë citoj një gjë të Pakës më vonë, e vjetorit. kuptova. Unë të bëhet para një jave, Okej, para një shumë javë. para një muaj ti the, Po pra. kam vënë re këtë gjë, Edhe këtë gjë bukuri, dhe ka ndryshuar. Unë mendoj asnjë javë, sulme të krejt vazhdoj spakut. me të njëjtin, Dhe me të njëjtin intensitet, asnjë s'ka ndryshuar. Është rritur dhe intensiteti i depozitimeve dhe i vajtjes së zyrtarit të Partisë Demokratike në strukturën posaçme antikorrupsion. Po, është e vërtet. Doktor, Është e vërtet. T'japim pak fjalën. Sigurisht, Është vërtet. dhe Hoxha, vetëm themi që drejt ka fundit. ndryshuar sepse zoti Berisha është konsekuent dhe këtë ka treguar koha. okej. Është raporti që e ka me Altin Tropinin, sa ashtu e quani. se Dhe me Irenën me 77 mbiemra. Vetëm një gjë se ka bërë Sali Berisha kur, atë që i ka ndodhur sot dhe dje Altinit. Ka parasysh që ka filluar i gjen dhe video kur ha dreka darka lart e poshtë. Po me sa diun ajo nuk është dorë e Berishës. Kështu që spaku më shumë se sa probleme me opozitën që ka vetë fjalë. I ka shpikur një atreshë, i shpiku shumë e shumë historira tjera, te këtu nuk ka asnjë lloj diference. Si pushteti, edhe ajo pjesë e opozitës, janë dy Po pra, pika ujë. opozita nuk ka fuqi përgjimi. Po, nuk e ka. dhe gjithë E vitës. vërtet, jo. Pushteti Ka vetëm llafet. Po, kaq, e vërtet. Shumë e vërtet. Kjo që ka Ai që ka më vërtet. Ai që po ndodh tot ditë me atë vitin qarkullon Edhe Altin krimi, Duman edhe Xhahani. plotësisht dakord. Ajo është Plotësisht shantazh i rëndë. dakord. Shumë Shumë e duhet rëndë. flasim, duhet ngremë Po, zërin këtu. Po, jam plotësisht dakord. këtu. Fjalët Altin Tropinin nuk e vrasin Altinin. Kurse intimidimi i jetës personale këtu pastaj Tani këtu, te kalohet gjëja. pastaj këtu është për të diskutuar. Këtu është për të diskutuar, jam plotësisht dakord me atë. Është sulm i drejtë për drejtë dhe i rënd, Po. që po i bëhet zotit Kjo Dumani. mendoj është më shqetësuese. Me atë se çka dalë këto ditë. Një moment. Por tregon të njëjtin vullnet, si nga pushteti edhe nga APD-ja.
Qyteti nuk e di pastaj. Ne mund të komentojmë çdo lloj në mënyrë emocionale, emocionale, pejorative, pozitive, qëndrimet e secilit prej politikanëve të hetuar nga drejtësia. Kjo është çështje personale, mendimit individit dhe s'ke çfarë i thua tjetrit pse mendon kështu dhe se mendon si unë. Ajo çfarë ne duhet bëjmë gjithë dakord është një term ligjor që garanton të drejtat e njeriu që quhet proces i rregullt ligjor. Procesi i rregullt ligjor meriton çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, çdo qytetar i lirë në një republikë demokratike. Procesi kompromentohet dhe këtu nuk meriton koment me ngjyra, por thjesht të vërtetën. Momentin që një gjyqtare kalon vettingun në shkelje të rregullave të vettingut. Për më tepër koincidenca që kjo gjyqtare ka hetuar të gjithë drejtuesit e partive të opozitës. Tani, kur ka shumë koincidenca, Andrea, dalim tek konkluzione dhe me drejt opozita mund të ketë pretendime. 30 sekonda pasi të mbaroj. Opozita mund të ketë me të drejt pretendime sa i takon keq përdorimit të kësaj gjyqtarit me prokurorit dhe me radhë. Nuk është perfekte drejtësia e re. Ka dhe ajo të metat e saj. Ne e dim si është bërë procesi i vettingut. Të bëjmë qorrin të budallajin që ne i besojmë verbërisht, thjesht su investua nga qeveria amerikane dhe kjo nuk mund ndodhë se humb misionin e saj opozita. Roli opozitës kush është? Të garantojë mbi gjitha lirinë dhe kushtëtueshmërinë e shtetit shqiptar. Dhe këtë gjë e bën përmes aksioneve, e bën përmes deklaratave, e bën përmes qendrimeve publike. Nuk duhet i shikojmë si sulme këto. Përkundrazi, nëse PD-ja denoncon një fakt skandaloz, është interes publik. A ka interes Sali Berisha te kjo gjëja? Po masat ja morën ati. Si foli, si nuk foli. Prandaj thuashë që ishte një drejtësi me regji orkestruar. Ka patur tentakulat e veta edhe qeveria brenda kësaj drejtësisë re, cilat po kupten. Një mesazh fort në zoti Koçi? Tani unë mendoj që sulmet personale qoftë ndaj prokurorëve të SPAK-ut, qoftë ndaj gjyqtarëve, janë gjithmonë me një prapavi. Jam dakord me ato që duan të delegjitimojnë edhe vetë të dyja institucionet, por përgjithsisht unë mendoj që është shfaqje apo interpretim i presionit, i frikës ndaj kolegëve të tjerë, qoftë në prokurori, qoftë edhe në gjykatë. E dyta, lidhur me gjyqtaren. Në qoftë se mendoj unë, është një tip vëzhgimi që të paktën unë e dëgjoj nga avokatët, është ky fenomen që përgjithsisht çfarë ka kërkuar SPAK-u, gjyqtarët e kanë aprovuar. Pra, në rastin konkret, nuk mendoj se qëndron shumë pretendimi që fajin në thonjza e ka gjyqtari. Se gjyqtari sigurisht bën një hetim gjyqësor. Jo, më merr vendim gjyqtari. Hetimin e bën prokuroria. Hetimin e bën prokuroria. Kështu që nëse një politikan i cili ka përvojë të gjatë shtetërore si Sali Berisha mund të kishte një pretendim, mund të ishte ky që fakti që përgjithsisht të gjitha po themi ato qëndrimet që mban SPAK-u ose propozimet që bën SPAK-u aprovohen nga gjyqtarët. Kjo mund të ishte. Kurse ky sulmi personal është gjithmonë me prapavi tjetër, është për të mbrojtur vetën. 30 sekonda dhe zotit Alibej. Shumë shkurtër. Bjem dakord për faktin që përfaqësuesit e drejtësisë re, Altin Dumani tashmë, goditet edhe nga Sali Berisha, edhe nga Edi Rama. Qartë? Kështu që duket fare qartë se cila është çelësi i leximit të sjelljes së njërës dhe tjetrës parti politike, po themi këto dy të vjetrat. Unë do të thojë diçka që s'ka lidhje fare me konkluzionin e emisionit. Po e ndjeva që ta them. Unë dhe Petro kemi qenë historikisht në të njëjtin qark kur kemi milituar të Fierit. Dhe jemi njohës jo modest edhe të mbiemrave të asaj zone, qoftë edhe të patosit. Tregoj një histori në Fier. Në 97-ën, pas 97-ës, ju dini fare mirë, Sali Berisha kishte shumë të vështirë të debërtonte në jug. 99 ka qenë në Vlorë mbas revolucionit komunistë në 97-ës, me armë. E dini kush e ka pritur në Patos për të parë? Dhe kush ka qenë flamurtarët e PD-s Patosit? Fisi Maneku. Irena, një nga mbiemrat, nga 7 mbiemrat, e ka Maneku, zotri e diti. Dhe unë kur kam qenë ministër të si e kam pasur i probleme këtë zonjë. Kur kam qenë atë? Por ama e vërteta është e vërtet.
nga 97 deri më vonë, në gjykatën e Fierit, ishte vetëm një gjyqtare që quhej e djathtë. Ja dini se ç'ndodhi mas 97-s, pasi erdhi Partia Socialiste me Petron. Morën edhe sistemin e drejtësisë, kështu ndodh gjithmonë. E vetmja që shihej si derezez ishte Irena Maneku, se ishte e djathtë. Këtë them për një gjë fare të thjeshtë. Aludimi është sikur kjo gjyqtare na pas ka një problem personal me Sali Berishën, përkundrazi. Aja s'ka problem. Të paktën e shkuara e saj, apo e familje e saj, ka qenë djathtas ajo gjyqtare, për gjitha ato probleme, nëse dalin të vërteta, duhet të mbaj përgjegjësi, nëse ka ditur që ka një vendim dënimi në Greqi, dhe këtu ka një problem, me letra greku të dënosh një shqiptar, më duket që nuk është shumë e moralshme, por nëse është e vërtet, duhet të mbaj përgjegjësi. Ama e vërtet, është e vërtet. E pra kjo tregon fare i qartë, dhe këtë ta them me bindje, që s'ka kur farë tutele politike në çështjet që ka gjykuar ajo gjyqtare. E zbatuar ligjin, e përmtepër, vendimet e saj janë gjetur të ligjshme, edhe nga apeli, edhe nga gjykata e lartë. Kjo një vendim ka marrë kështu. Kjo është historia, këtë desha ta them, e thash këtu se them më herë tjetër, se ndoshta mbase si vjen mira sa i zonjës, po për pozicionin që ka mbajtur, e ndjej për ta thënë që edhe publiku ta di dhe të nxjerrë konkluzionet e veta. Kaq, faleminderit. Djaftisht edhe Luli mori një vendim personal. Pyeti asnjë nga kaluam në një temë tjetër tani. As nga kryesia, kështu që 97-a, po të qepër Partinë Socialiste do kishte mbetur Sali Berisha në pushtet. U ngrit populli se të qep thashë një për Partinë Socialiste. Talëm tani se der tani isha objektiv. Do rrinte kush e di se sa vjet tjera në pushtet. E dyta, Qartë. Partia Socialiste të pagën për Fierin, unë nuk di se mund të këndon në rrethe të tjera, po nuk besoj sepse jam bërë sekretar organizativ më vonë, nuk është marrë kur me emra gjyqtarësh, kush do rrije, kush do rrije. Absolutisht. Absolutisht. Mos i vim edhe Petro Koçi në Fier nuk ka, unë s'ka memoruar një drejtor që të ka memoruar, unë si për ty, Petro, jo për ty, Petro, jo, për si pësën. keni bërë ju, jo. megjithatë Kanë bërë ata duhet që kanë qenë. Absolutisht. Zoti Koçi sot ishte edhe shumë dashamirës ndaj opozitës. Unë vazhdoj të aftoj që kolegët e vetë socialist, ata që janë me integritet, jo Dashamirës, po e lidhen edhe me kollaren tuaj blu, zoti Koçi, një sinjal. Ka një Jepini mundësi Sander, Shqipërisë ke shkojnë qenë më normalitet. mirë kur kemi qenë herën e parë në këtë studio. Jepini një mundësi në Shqipërisë shkojnë normalitet me një qeveri besimi, qeveri antikorrupsion, qeveri që ndihmon zhdukjen e parave nga Po jasë kilometrin e fundit është është. normale. Lisander, Do japim kontribut. Jemi në 100.000 kilometrat e fundit. Jo, janë minutat e fundit. Lisander, të falenderoj shumë për prezencën. Zoti Koka, shumë faleminderit. Indero Koçi, shumë faleminderit. Zoti Alibeja, ju falenderoj. Faleminderit juve. Ndërë shikues, jemi në fund programit, kërkojmë ndjes për mungesën e reklamave, po gjithmonë pasioni i debatit në rëmbeu dhe e harruam, po gjithsesi kërkojmë ndjes marketingut. Nderuar shikues, pas pak vjen emisioni Rreth e Qarkut dhe më tej do jeni me edicionin informativ të lajmeve. Nga unë Andrea Dangli, natë në mirë dhe mirë të takofshim mbrëmjen e nesërme. Natën.